أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد falënderimet dhe lavdrimet i për Allahun xhalla xhelaluhu, salatë dhe selamet për shëndetit dhe duat tona më të mira janë për më të mirën gjithë pejgamberëve Muhammedin të birin e Abdullahut, bi Ali Bejtin, familjen e tij të pastët, bi sahabët, shokët e tij të ndershëm, dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë sunetin e pastët Muhammedit alayhi salatu wassalam deri në ditën e gjykimit. Nderuar vëllezër dhe motra, sot jemi në vazhdimin e ligjëratave tona ku jemi duke folur në lidhje me gabimet e namazlive që i bëjnë në përditshmërinë e tyne. Qoftë për namazet ditore, qoftë namazet javore, sikur që jemi duke folë dhe do të flasim edhe sot inshallah në lidhje me ditën e xumës, apo edhe namazet tjera të cilët janë më të ralla, sikur që është namazi i shiut, apo namazet e bajrameve, apo namazi i istikharës, ku do të shohim inshallah se si ka qenë ky namaz të cilët janë gabimet. Por sot inshallah do të ndalemi në lidhje me disa prej para se të kalojmë te namazi i istikharës, edhe në disa prej rregullave të cilët kanë të bëjnë me khatibin, ligjëruesin e ditës së xumë, i cili mund që të bëjë disa gabime të cilat nuk janë përputhje me sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Një prej gabimeve që ndodhin ditën e xumës ndërun vllazën, duke filluar nga muezini deri te imami, është që muezini për shembull në disa prej xhamive, më herët e di që ka qenë shumë më i përhapur, tash nuk ka në ato përmasa sikur që ka qenë, por ende është prezente në trojet tona, që muezini duke u ngrit imamin në minber, duke hyp shkallët e minberit, muezini këtu fillon me lexu ajet të Kuranit, ose 3 herë lexon kul huwallahu, ose inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Allahu dhe melaqet qënë salavatën ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam, lexon ajet derisa khatibi është duke hyp në minberin e tij. Kjo nuk ka prej sunetit, kjo është prej bidateve, prej risive që s'kan qenë kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Po Resulullah sallallahu alaihi wasallam është majt, është thirr ezani, ka filluar më një herë hutbeja, do thënë ligjërata, nga ana e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ashtu e ka bërë edhe Abu Bakri, edhe Omeri, edhe Uthmani, edhe Aliu dhe gjeneratat pas tyre. Nuk ka qenë punë e muezinit që të lexoje ndoj ajet të Kuranit apo ndoj sure tjetër, sikur që është suratul Ikhlas, gjatë kohës kur imami hyp në minber. Po ashtu, prej sunetit është minberi i hoxhës ku ka me majt ligjëratën e ditës xumës të jetë 3 shkallë. Ashtu ka qenë kohët pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ka qenë ekstra i lartë. Përkundrazi ka qenë me 3 shkallë. Ashtu e ka përdorur pejgamberi alayhi salatu wassalam. Prandaj edhe ne sot duhet që ta bëjmë me 3 shkallë. Për gabimet e tjera që ndodhin ditën e xumës, para se me filluar vetë hutbeja e xumës, është kur e sheh imamin që shkallë për shkallë duke hyp përsërit ndalet edhe i ngrit durët dhe bën dua, shkallën e parë, shkallën e dytë, shkallën e tretë, deri lart, e pastaj në fund kthehet ka kibleja para se më ul, bën edhe një dua tjetër dhe ulet. Kjo nuk ka bazë në sunet të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Prandaj edhe ulemae sikur Imam Neveviu, Ibn Taymi, ulema dietar tjerë kanë folur në lidhje me këtë punë dhe kanë thënë duaja e imamit pasi ngjitet në minber nuk ka kurfar baze, kurfar origjine. Imam Neveviu thotë në hutbe nuk pëlqejnë disa gjëra të cilat i kanë shpikur ignorantët, jahil, njerëz që nuk kanë dije për librin e Zotit dhe sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. E thot prej këtyre gabimeve, shpikjeve që i kanë bërë këta njerëz, thot mund të përmendim duan çastin kur imami ngjitet mbi minber para se të ulet. Andaj është mirë khatibi, ai i cili man hutben, mos bëje veprime vetëm pse i ka pa të tjerë, po ta dije çka kem të bë. Ka bazë. Pse unë
gjatë hypjes banalen për çdo shkallë pe bëj nga një dua. 7 shkallë për shembull, 8 shkallë hyp, edhe për secilën shkallë dalet edhe bën lutje, ngre durt. Kur pejgamberi sa ka pas vetëm minberin me 3 shkallë. Dhe nuk është transmetuar që ai gjatë hypjes është nalt, ka bë dua dhe në fund masi ka hyp nalt, është thy ka kibla, ka bë dua, pastaj është kthy ka xhamati. Xhamati për sunetit është me u kthy të gjithë ka khatibi me ftyrat e tyne, me përcjell hutbën e khatibit. Por edhe imami kthehet ka xhamati, e jo me kthy shpinën, me kthy ka kibla, me bë edhe një herë dua në fund, pastaj më ul edhe me e dëgju ezanin e pastaj me fillu hutbën. Kjo është prej bidatave që s'kan bazë. Prej sunetit është khatibi me fillu hutbën e tij, shumica në rasteve, jo gjithmonë, me hutbetul haxha, hutbë e nevojave, që është quajt që e ka përdorur pejgamberi sa shpesh herë hutbet e tija, ligjërimet e tija, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, deri në fund të hutbes, e cila është transmetuar nga sahabët që e ka lexu Resulullah sallallahu alaihi wasallam shpesh herë gjatë paraqitjeve të tija në minber ditën e xumas. Prandaj prej sunetit është që të bëhet ajo çfarë ka bë pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe si është sjellë Resulullah sallallahu alaihi wasallam edhe ne me u sjell. Kur ka thonë amma ba'd fa inna asdaq al hadith kitabullah, se khairul kalam kalamullah, që pastaj fjala më e mirë është fjala e Allahut, wa khairul hadi hadi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, udhëzimi më i mirë është udhëzimi profetik Muhammedit alayhi salatu wassalam, wa sharral umuri muhdathatuha, veprat më të këqija janë risit, bidatet, kulla bid'atin dalala, dhe çdo bidat është dalalet, wa kulla dalaletin fi an-nar, dhe çdo dalalet devijim, largim nga rruga e Zotit dhe suneti i pasur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dërgon në zjarrin e xhenemit. Kjo ka qenë hutbe që ka marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe neve e majm ashtu siç e ka marrë Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu prej gabimeve që i bëjnë khatibet gjatë ligjërimit tyne është që kur shkon dhe tham drejtohet mas pari ka kible me bë dua, e kur kthehet ka xhamati nuk e jep selamin. Për sunetit është selam me dhon xhamatit. Kështu ka bë pejgamberi alayhis salam. Kur ka hyrë në minber, fjala e parë që i është drejtuar xhamatit ka qenë assalamu alaykum, ose assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shpëtimi, paqja dhe shpëtimi Allahut qoftë mbi ju. Shira Allahut dhe bekimet e reqeti Allahut qoftë mbi ju. Dhe kjo është prej suneteve të pejgamberit alayhis salatu wassalam, që është mirë khatibi me e ditë këtë çështje. Prej gabimeve të khatibeve është po ashtu gjatë citimit të ajeteve të Kuranit, me mendu se gjatë argumentimit dërun xhamat, Zoti ynë, Kuranin famlar ka thonë kështu, esta'idhu billah, bismillah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ose ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kjo nuk lexohet kur citon ajet e Kuranit në minber, nuk ka bazë me thonë, ka thonë Zoti ynë, pasi të themi bismillahir rahmanir rahim, ose pasi të themi a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Muhammed alayhis salam gjatë argumentimet në minber, ajete kuranore nuk ka citu, po i falin e herë për ndërprerje me koditje, nuk ka citu e u dhe besmelen para ajeteve të Kuranit. Do thonë nuk thuhet Bismillahirrahmanirrahim ose a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, e pastaj me citu inna ad-dina inda Allahi l-Islam, për shembull, si ajet i Kuranit, me citu ajetin. Mirë po, u ka thonë Allahu Taala dhe i citon ajetin në originalin e vet ose në përkthimin e vet, pa thonë a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Po ashtu
ngritja e ezanit kur të vjen emri Muhamedit alayhis salam ose salavateve, ka thonë Muhamedi alayhis salam, që është e vërtet, prej sunetit është që hutbeja dallon prej ligjërimit normal, sikur tani ja këtu që jam duke ligjëru para i syrit të kamerës. Emocionet që të jep xhamatin në xhami me përvojë personale po flas, janë shumë më të mira, më të mëdha për khatibin, për ligjëruesin, se sa shtona sikur që jam për momentin në studio ku i flas vetëm një syrit të kamerës. Dhe për sunetit pejgamberit alayhis salatu wassalam ka qenë që të ngritet zëri gjatë ligjërimit. Dhe kanë thonë sahabët, na u duke sikur donte më na tregu Resulullah sallallahu alaihi wasallam me zonin që e ngriste, sikur donte më na tregu armiku është prapa neve, prapa kësaj kodre dhe po don me na sulmu çdo çast, prandaj të jemi të bashkuar, të jemi vigjilent, mos lejojmë që të sulmohemi prej armiqve. Dhe ka qenë zë i fort i hatibit. Jo me qenë hatibi gati si për gjëmë shëbet. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala murselin, abala, po le tjetë ai i cili është që i trondit zemrat e besimtarve dhe i zgjën nga amullia që për fat keq si umet na ka kaplu të gjithëve. Dhe kjo presionetit që t'jesh i gjallë gjatë ligjërimit tënd, se kjo kështu ka qenë në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Po ashtu prej gabimeve është me përfundu vazhdimisht hutben inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani, që bën me këtë ajet, por nëse mendon se çdo herë duhet me përfundu hutben me këtë ajet të Kuranit, atëherës kjo nuk është prej sunetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Po ashtu dietarët kanë përmend, kanë thonë nuk është mirë, sikur që kanë bënë të kaluamën, që të përmenden emrat e udhëheqësve të kohës. Dhe vazhdimisht emrat e tyre të përmenden nga minberi. Në të kaluamën kjo ka qenë shumë e theksuar, te ne shumë nuk është kjo si dukuri shumë e theksuar. Po ashtu prej gjërave që është shumë më rëndësi të dim të ndërum vëllezër është edhe çfarë lexon katibi në namazet e tij. Pejgamberi alayhis salam ka lexu Sebbih isma rabbikal a'la, hal ataka hadithul ghashiya. Këto dy sure i ka lexu Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe nga ne kërkohet që inshallah të i lexojmë këto sure. Mirë, po pastaj ne shohim edhe një dukuri te ne, po edhe në disa vende të muslimanëve, që pas namazit të xumës ngritën njerëzit dhe falin namazin e drekës. Namazi i drekës, ndërum vëllezër, nuk ka bazë në sunetin e pejgamberit alayhis salam që pas xumës është ngritë Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe ka falë namaz të drekës. Dy namaze me një kohë, dy namaze ndryshme me një kohë nuk falen. Ditën e xumë, Allahu e ka zaventsuar namazin e drekës me namaz xumës. Namazi i drekës falet 4 rekate, namazi i xumës falet 2 rekate. Namazi i drekës është fjala për farzet. Farzi i namazit i drekës falet pa zan, ndërsa namazi i xumës falet me zan. Namazi i xumës ditën e premte bashkangjitet edhe hutbeja para namazit, ligjërimi, gjë që namazin e drekës gjatë ditëve tjera të javës nuk kemi lexim apo këshill. Prandaj nuk është prej sunetit me fal namaz të drekës. Është çuditshme kjo punë, edhe pastaj ne insistojmë me i rujt, ka në adet edhe ne duhet me rujt. Kjo s'ka të bëje me sunetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka fal namazin e xumës dhe pas namazit xumës ka fal 2 recat në shtëpinë e tij
ose 4 recate. Por ti me ardhë edhe me ishtu fesë Zotit diçka që nuk është prej fesë, kjo është dalume dhe kanë folë djetarë që ne nuk guxojmë të jemi në pozitën e atyne që i shtojnë fesë Allahu Teala gjërat të cilët nuk janë prej fesë Zotit, sikur që Allahu Teala ka folë në lidhje me këtë çështje në ajete të ndryshme kuranore, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, i marrin ebrejt dhe krishterët i kanë marrë priftërinë e tyne për zotra jashtë Allahu Teala, kanë thënë ja Rasulullah, neve kem ditë këta si priftër, nuk i kem marrë neve këta si zotra, Zotin e kem ditë Zot, këta i kem ditë si predikues. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, a nuk kanë qenë këta të cilët juve halalin u banin haram edhe haramin u kanë bë halal. Ndaj ti nuk guxon me dal në pozitën e ligjvënësit të fesë. Feja është qellor, është prej Zotit dhe prej mësimeve të pejgamberit e Zotit Muhammedit alayhi salatu wasalam. Prandaj çfarë Allah i ka kërkuar prej neve dhe çfarë na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasalam, ne atë bëjmë. Pejgamberi s'ka fal namaz të drekës pas xumës, nuk bën me u fal namazi i drekës pas xumës. Falet namazi i xumës dhe shka për derë dhe xhamati, e jo me shiqu me sytë keq, apo na ere edhe me ndëgju khatibin, me thonë, pse s'falin këta drejk, kjo sa konë, në traditën tonë, ne fen e kemi të Zotit, dhe Allah i ka që pejgamber me në mësu fen e vetë, se çfarë po kërkon Allahu Teala prej neve, prandaj nuk është nga suneti që mu qua edhe me fal namaz jashtë namazit të xumës. Po ashtu tham është e ndalume që të folet gjatë kohës kur khatibi është duke fal duke fol. Xhamati zguxon me fol. Por pejgamberi sa mi ka fal mas namazit xumës për shembull 2 recate. Ka pyet sahabët, kanë thënë ja Rasulullah, a është më mirë më fal në xhami apo më shkon në shtëpi? Ka thënë pejgamberi sa më e sheh afërsinë e shtëpisë time me xhami, po ka thënë të falem në shtëpinë time është më e dashur për mua se sa të falem në xhami. Nafilet ndërum vëllazër, namazet nafile preferohen që të falen në shtëpi, që i quajmë neve sunetet. Po kur i farzi është mirë me u falë në për shtëpiat tona, larg syve të njerëzve, ka shumë hadithe që flasin në lidhje me këtë çështje, po për shkak kohës unë po mjaftohem me këtë çështje. Nëse sa i përket namazeve tjera që i ka falë pejgamberi alayhi salatu wassalam, është edhe namazi i istikharës, përveç namazit të xumës. Namazi i istikharës është që kërkojmë për Allahut me na e qel, po me na mësu çfarë të veproj une për një çështje të caktuar. Andaj edhe ne ka mësu pejgamberi alayhi salam, kur keni me bën një punë, atëherë doni me ditë a është hajër apo është sherr, ka thonë falni 2 recate namaz jashtë namazit farz, e pas asaj lutni Allahun Teala me dua të istiharës që na e ka mësu pejgamberi alayhi salam. Dhe të një në gjuhën shqipe, alhamdulillah, kemi edhe aplikacione, edhe si libër, edhe si aplikacion në internet me e gjetë Burojen e Muslimanit, ku e përmbledhje lutjeve, duave, e në të mundemi me gjetë edhe duan e istiharës. E istiharja është të kërkosh më të mirën e 2 gjërave, për cilën ti ke nevojë për njënën prej tyne, sikur që ka thënë Ibn Hajeri në Fethul Bari. Dhe ky namaz, ndërum vllazën, që na e ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasalam, se me të folë për namazet ditore, namazet e xumës, po ashtu edhe për namazin e istikharës. Ky namaz është sunnet. Na e ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ka thonë, kur dikush për juve dëshiron të vendos për një punë me rëndësi, le të falet 2 recate namaz, e pastaj le të thot edhe duan të cilën ai ka mësuar
Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik, deri në fund të duas, o Zot, unë kërkoj me diturinë tënde të mirën, me forcën, fuqinë tënde, kërkoj ndihmë fuqinë tënde. Për çdo gjë, sikur që thot sahabët, pejgamberi alayhis salatu wassalam neve, sikur që na i mësonte suret, na i ka mësu pejgamberi alayhis salatu wassalam namazin e istikharës. Dhe është mirë që ne me praktiku të ndërum vëllezër namazin me praktiku namazin e istiharës në përditshmërinë e vet. Prandaj thot Resulullahi, thot ulemaja, sikur që është Ibn Taymija, nuk i bie pishmanaj që kërkon zgjidhje për Allahut, apo pastaj konsultohet edhe me njerëzit dhe përqendrohet në punët e tij. Mirpo, si falet namazi i istiharës shkurtimisht, kërkojmë ndjes për gjendjen në të cilën për fat keq me këtë virus jemi, i fal 2 rekate namaz. Sikur namazet tjera, e merr abdesin edhe që është namaz vullnetar. Dhe kjo është prej sunnetit. Në rekatën e parë është sunnet me u lexu suratul Kafirun, kur ja el Kafirun deri në fund, edhe në rekatën e dytë e lexon Ikhlasin ose Kul huwallahu ahad deri në fund. Pasi e jep selamin, për shembull më një herë me lexu mas farzit, jo, ka thënë pejgamberi sallallahu me bë jashtë farzit. Për shembull e ke fal farzin ngritu dhe falet 2 rekate namaz. Mirë, po mundesh mas sunnetit me bë, mas namazit paraditës, namazit duhas, mas namazit tahiyatul mesjid me fal. Mesela është, çështja është, le të jetë jashtë farzit, mos jetë pas farzit kjo dua. E pastaj e bën duan dhe është mirë për sunnetit, është para se më lut me thonë elhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimet i takon Allahut, salatë dhe selamat janë për dërgumin e Allahut. Nga sunneti sa herë që të lutemi, me fillu me falënderim të Allahut dhe me salatën ndaj pejgamberit alayhis salam. Pastaj e lexon duan e istiharës. Është mirë më ditë përmend, por nëse nuk e din, mundet edhe me e lexu edhe me ngrit durt ose edhe pa ngrit durt me bë duan e istiharës, ashtu siç na e ka mësu pejgamberi alayhis salatu wassalam. Dhe pastaj aty kemi brenda duas së istiharës e kemi edhe pjesën dhe ato mundën me pa në gjuhën shqipe, o Zot, nëse e din se kjo punë, edhe e përmend cilën punë, fejesa ime, blerja e shtëpisë, shkurja, udhëtimi, pa ma parasysh çka e përmend nevojën tonë, është hajër për mu, dynjan time, fen time, ahiretin tim, atëherës shpejto ma mu këtë të mirë. Për nëse e din se kjo punë që po e kërkoj unë me blej këtë kerë, ose me blej këtë shtëpi, ose me bë këtë udhëtim, ose me bë këtë vendim, është sherr për mu, dynjan time, ahiretin tim, familjen time, atëherë më largo mu prej saj dhe largo atë prej meje. Dhe kjo është prej sunetit. Dhe unë për shkak kohës nuk bëdu me lexu tërësisht duan, prandaj thash është mirë që të shihet duaja e istikharës dhe të lexohet duaja e istikharës në formën si e ka lexu pejgamberi alayhi salatu wassalam. Nëse femna është në përmushmet e veta dhe nuk ka mundësi me fal namaz, mundet me bë edhe jashtë namazit këtë dua edhe me lutë Allahun Taala për nevojat e veta. Po ashtu mundet që të bëhet edhe gjatë namazit, ka thënë Ibn Taymija, por shumica kanë thënë që është mirë pas namazit të bëhet duaja e istiharës. E pastaj vendos ndarun vëlla, ashtu siç ta merr mendja ty, se i ke kërkuar Allahu që me të mësu çka është hajër. Mos prit në ëndër, jo me pa gjelbër, jo me pa bart, jo nëse she ngjyra të byllta, nuk është hajër, largoju, me ëndra kjo punë nuk lidhet, por lidhet me zemër. Ke kërkuar Allahu Taala dhe Allahu Taala inshallah
ka me të mësu me marë vendimin e drejtë. Me po mostuj për shembull po fali namaz istihare, a me hin shamia jo, a mu mbolu femna jo. A me kry haxhin i kom kushe dhe që kënë haxha po jo. Janë obligative. Për këto nuk bot istihare. Është për sendet të cilët jem ne me vendos për to, ban apo nuk ban. E jo me gjanat të cilën e ka urnu Allahu Teala, unë me thonë, ta falin njëherë namaz istihare, a ban me marë kredit me kamat, apo s'ban, kjo është haram. Tu që ka fal namaz të istiharës. Po ashtu është mirë, pasi ke fal namazin, me u këshillu edhe me njerëzit, që me i pyet njerëzit e cilët janë eksperta selemie, se çka është mendimi ty nëse Allahu na ka urdhëruar dhe ka thënë wa shawirhum fil amr, dhe konsultohu edhe me njerëzit. Nuk falet namazi istiharës për tjetër kënd, secili e falen për veten e vet. Jo vallahi kom një problem, ai që baba une pe fali namazin për ty, kjo nuk falet në këtë formë, dhe thash, kjo është prej gjanave më të mira që mujmë me i bë në jetën tonë, ajo është me kërku hajrin prej Zotit tonë. Allah në edhe është hajrin inshallah të mirën këtë dhe në botën tjetër. Me shpresë inshallah se edhe pse në mënyrë të shpejt për shkak kohës kemi qenë të qartë në lidhje edhe me këtë formë të namazit, lusë Allahun që të mbesim në për kujdesin e Zotit tonë, edhe deri në takimin e radhës. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.